rrugtimi vështirë, por gjithsesi ja vlen. Edhe unë nuk jam sot këtu për të thënë. Ti që përmbledhe shumë, ose shumë prej pyetjeve të mia që do isha me i shtru tash, po që po vazhdojmë edhe me Donikën, sa është e vështirë me qenë edhe atje jashtë me u marrë me politikë që kishën me thonë ata me punë të burrave, edhe mani me u këthy në shpe dhe me u bo nanë, me qenë nanë. Me thonë drejten, mas pare nuk është punë e burrave, se mendoj që në diplomaci gratë janë shumë atë mira dhe matë zojat. Po, sa është e vështirë, e të regoj një rast, një ngjarje shumë e veçantë për vajzën teme, edhe më thirë në telefon me më tregu. Edhe unë vishja nëlla, edhe ja shkruj se jam takim. Edhe ma vonë, kër e kuptova sa e rëndësishme dhe veçantë ka qenë, u preka se zakonisht kom mungu në krejt ngjarjet e sajt veçanta. Kur ka hynë shkollë, ditën e parë ka shku vetë se unë jëm konë punë. E ka pas shkollën afer, po të regon që thot krejt fëmit i kam pru prindrit, veç unë kom shku vetë. Edhe thot se kuptojsha pse fëmit ka ishin me najtë në shkollë, ajo vetë edhe s'ka ka. Ka shku vetë. Ma ndej në plot dit lindje kom mungu, ma ndej në mbramjet maturës kom mungu. Do më thonë, zakonisht kom qenë dikun jashtë, kur ajo i ka pas ato momentet e sajtë rëndësishme dhe të veçanta. Edhe njëherë djalit, kur ka qenë krejt i vogël edhe pëves, qka do me të ble për ditë lindje, Dardan, qka po ki qef, tha, kur gjanë, tha veç që nale telefonin, tha edhe më s'falë që atë na, ta të festojmë, edhe leje telefonin. Adhe në kjo fletë, sa shumë du të me sakrifiku, me dhonë prej familjes, prej vetës, po që sigurisht e kemi detyrim, e kemi obligim për ato gratë që kanë shtru rrugën para neve, që janë shumë ta edhe zojat këtu që janë, në një periudhë shumë atë vështirë, kur janë rreziku edhe me jetë, edhe kanë qëndru, edhe kanë dalë, kanë protestu, kanë luftu, për drejta të njerëzit, për liri.